11 qershor. Besim për të ardhmen. Sepse të gjitha premtimet e Perëndis janë në të, po. E 2 Korintasve 1:20. Nëse të gjitha premtimet e Perëndis e gjejnë po në tyre në Jezusin, atëherë ti besosh atij tani, në të tashmen, do të thotë të besosh se premtimet e tij do të përmbushen. Këto nuk janë dy besime të ndara. Ti zesh besa atij dhe të besosh në premtimet e tij. Ti besosh Jezusit, të besosh në Jezusin për shpëtim, do të thotë të besosh se ai e mban fjalën e vet. Të jesh i kënaqur në Jezusin e kryqëzuar dhe të ringjallur, përfshin besimin që në çdo moment të ardhshëm, për gjithë përjetësinë, asgjë nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e tij, ose ta pengojë atë që t'i bëjë të gjitha gjërat të bashkëveprojnë për të mirën tonë. Ajo e mirë në fund të fundit është shikimi dhe shijimi i bukurisë dhe vlerës së Perëndis në Krishtin si thesari ynë më i madh. Siguria që kjo e mirë, e cila na kënaq plotësisht, do të jetë e disponueshme për ne në përjetësi, bazohet mbi gjithë hirin e lavdishëm të së shkuarës, sidomos në hirin që Perëndia nuk e kurseu birin e tij, por edhe për të gjithë ne. Romakëve 8:32. Ne kemi nevojë që të shijojmë tani bukurinë frymërore të Perëndis në të gjitha arritjet e tij të shkuara, sidomos në vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit për mëkatet tona, dhe në të gjitha premtimet e tij. Të rënjosur në këtë hir të së shkuarës, siguria dhe besimi ynë kapen fort pas gjithë sa vetë Perëndia do të jetë për ne në çastin tjetër, në muajin tjetër dhe në epokat e pafundme të përjetësisë. Është ai dhe vetëm ai i cili do ta kënaqë shpirtin në të ardhmen. Ne duhet të jemi të sigurt për këtë të ardhme, nëse duam të jetojmë atë jetë radikale të krishterë që Krishti na thret të jetojmë këtu dhe tani. Nëse shijimi ynë i tanishëm i Krishtit, besimi ynë i tanishëm nuk e ka në vetvete ponë e të gjitha premtimeve të Perëndis, nuk do ta përqafojë fuqinë e shërbimit radikal në fuqinë që Perëndia në çdo çast në të ardhmen do ta sigurojë. E pare Pjetrit 4:11. Lutja ime është që reflektimi i tillë mbi natyrën e besimit në hirin e ardhshëm do të na ndihmojë të evitojmë deklaratat e cekta dhe tepër të thjeshta rreth besimit të premtimeve të Perëndis. Ky besim është një gjë e thellë dhe e mrekullueshme.